Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, ku do të jeni? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se erdhët në takimin e radhës. Në dersin e 6 rreth Sahih Bukhariut, koleksionit më të famshëm të haditheve të profetit Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi te, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjithë ata të cilët e ndjekun dhe pasojnë sunetin e tij, traditën e tij, misionin e tij, deri sot e kësaj dite, edhe ata që vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, në ligjëratat, derset, takimet e kaluara, kemi folur për kufizimin e sunetit, për dhe gjëra tjera, mënyrën e definimit, e shënimit, e përmbledhjes së haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që kemi thënë se suneti është baza e dytë e dinit islam, në të cilën bazohen muslimanët. Çdo musliman duhet ta di se ne si musliman i kemi dy baza kryesore në të cilat bazohemi. Kur'ani dhe suneti. Kur'ani fjala e Allahut dhe suneti fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gradualisht kemi ardhur deri tek përmendja, cekja e koleksioneve më të famshme të cilat janë përmbledhur, e që kemi thënë se shekulli i tretë është shekulli i tretë hijri, është shekulli më i artë i shkencës së hadithit. Edhe se librat më të famshëm, më të njohur, me gjithë përmbledhës, më të rëndësishëm madje të krejt shkencës së hadithit janë Sahihul Bukhari, e autorit Bukhariu, për të cilin jemi duke folur. Pastaj Sahihu Imam Muslimit, pastaj Suneti Abu Davudit, Suneti Tirmidhiut, Suneti Nesaiut dhe Suneti Ibn Majahs. Allahu i pastë mëshiruar, këto janë kutub sitte, 6 koleksionet e haditheve. I bashkangjiten edhe 3 tjera dhe bëhen 9. Suneti i Darimiut, Muwatta Imam Malikut dhe Musnedi Imam Ahmedit. Krejt këto nuk janë temë e jona në veçanti, por në përgjithësi si koleksione të cilat i kanë përmbledhur hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Temë e jona është të flasim për Sahihun e Bukhariut, por para se të shkojmë tek Sahihu i Bukhariut, tek ajo vepër madhështore e veçantë, flasim për autorin e asaj vepre, e që është Imam Bukhariu, Allahu e pastë mëshiruar. Të nderuar vëllezër dhe motra, të flasësh për Imam Bukhariun, do të thotë të flasësh për një ylli të pashuar, për një njeri të veçantë, shumë të veçantë, prej më të veçantëve që pati njerëzimin ndonjëherë. Do të thotë të flasësh për njeriun më të dijshëm në hadith, me konsensus të të gjithë ulemave, për në kohën e vetë, por edhe në fiqh. Do të thotë të flasësh për një burr të madh, të cilin Allahu e përzgjodhi, për t'ja ruajtur sunetin e pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Të flasësh për Bukhariun, do të thotë të flasësh për një alim, deti, për një dietar, për një imam, të cilin pati fat ky njerëzim ta ketë, e që ishte për zgjedhje të madhe të Zotit te bareke ve taala, e të gjithë ulemat
janë përzgjedhje të madhe të Allah. Janë mbjellje e Allahut për të cilët Allahu kujdeset për ta në veçanti e pastaj i përdor për dinin e tij, subhanahu wa ta'ala. Pa humbur kohë, shkojmë dhe flasim në pika të shkurtra gjithherë për Imam Bukhariun, sepse gjithsesi shumë kujt, që shumë ka interesuar edhe mu, më herët, kur kam dëgjuar për këtë njeri të madh dhe për koleksionin e tij, më ka interesuar se kush është ky imam. Dhe sa herë kam lexuar për të më është shtuar oreksi, më shtuar endja, vullneti, dëshira, që të lexoj edhe më shumë për te. Jo të jem sikur se ai, sepse nuk mund të jem sikur se ai. Është e pamundur, por të frymëzohemi me punën e tij, me veprat e tij, me sabrën e tij, me sinqeritetin e tij, me etikën e tij, me ahlakun e tij. Allahu e pastë mëshiruar. Fjala është për Muhammed bin Ismail. Emri i tij është Muhammed bin Ismail, bin Ibrahim, bin Mughira, bin Berdizbeh, el-Ju'fi, el-Bukhari, Ebu Abdullah. Ka lindur në muajin Sheval, në 13 Sheval të vitit 194 Hijri, e që i bie vitit 810 Gregorian. Në qytetin Bukhara, e cilë është i njohur edhe sot në shtetin Uzbekistan, në ish republikat sovjetike. Është i njohur qyteti, është i njohur vendi ku ka lindur, lagja dhe kështu me radhë. E që shumë kam dëshirë ta vizitoj atë vend, Uzbekistanin, jo për tjetër, por vetëm ta vizitoj këtë vend, ku ka lindur Imam Bukhariu dhe ulema të tjerë të atyne zonave, e vendeve, krahinave, të cilat kanë dhënë bejt mëdhej që i kanë shërbyer dinit Allahut të madhruar në të gjitha shkencat, por në veçanti në shkencën e hadithit dhe në shkencën e fikut. Shumica e ulemave të hanefive janë pej atyne vendeve atje. Allahu i pasmëshiruar që të gjithë. Gjyshës i pari i Bukhariut, Berdizbeh, ka lindur në Persi, ka qenë persian, pra Bukhari është në regjinë persian, është persian, që themi sot iranian e sotshëm, ka lindur në Persi dhe ka qenë pagan në fenë idhujtare pagane. E pastaj djali i tij Mughira ka pranuar Islamin dhe është shpërngulur në qytetin e Bukharas. Baba i Ibrahimit, Ismaili, ishte një dietar i mirë, i lavdruar dhe i njohur në atë vende. Prej tina lindi Imam Bukhariu, dishë Zoti, dhe i vdeq babao Ibrahimit, Bukhariut, kur ishte i vogël. Bukhariu lindi në një kohë të artë, të mbushur me dije dhe me dietar. Ishte fundi shekullit të dytë, 194. Ishte në kulm për hapja e dijes, e ilmit, e shkencave të ndryshme. Bukhara ishte një prej qendrave jo të vogla në atë zaman, në atë kohë, që ishte njohur edhe për dietar të tjerë. Së do që tjetë kjo pati rëndësi, vendi ku lind për zhvillimin dhe edukimin e Imam Bukhariut. Së do që tjetë baba i tina Ismaili vdeq duke qenë Bukhariu i vogël. Kështu që e ëma e tij u detyrua të përkujdeset për djalin e saj
të vogël që kishte një gji Bukhariun për Muhammedin e vogël. Është shumë interesant se i madhi Allah shumë dietar u ka marrë prindrit duke qenë në djep. Imam Shafiu, Imam Ahmed dhe shumë dietar të tjerë janë rrit jetim, por me pas janë bërë yje të pashuara deri në kiamet. Ndërta edhe protagonisti jon Imam Bukhariu. Se i vogël e humbi shikimin, sprov pas sprove. I vdiq babaj, i mbeti barë të nënës e tij bashkë me vllaun Ahmedin, e sprovoi Allahu me një smundje dhe e humbi shikimin. Nëna e shkret u mundua ta mjekoj me mundësitë e saj dhe mundësitë e asaj kohe për ta mjekuar të birin e saj. Përpos barnave që mundon të ajo me mjeku metodë birin e saj, ajo ishte edhe një grua, si që është thënë për te, shumë e devotshme, shumë e përkushtuar. E njohur me adhurimin dhe ibadetin e saj, zatën ishte merita kryesore mas Allahut që kjo nanë e edukoi Bukhariun. Dhe o boj Bukhariu kush o ba, sikur se nana e Imam Ahmedit, e o bo Bukhariu Imam Ahmedi kush o ba, sikur se nana e Imam Shafiut, e o bë Shafiu kush o bë. E shep se qarë peshe ka një nanë e devotshme e lidhur me Allahun, një nën e cila pajton me kaderin caktimin e Allahut, ka mbete vej, ja ka marrë Zoti burrin, por ja ka lanë dritat të cilët kanë dalë prej saj, ja ka lanë fëmijët emanet dhe përkushtohet edukimet të fëmijëve e Allahu nuk ja humbë mundin. Sa herë përmenden këta burra të mëdhej, patjetër përmenden nënat e tyre. Sa vepra të mëdha kanë bërë këta burra të mëdhej dhe sa të punojnë të tjerë me veprat e tyre, një pjesë e sevapit ju shkon edhe nënave të tyre. Po të nderuar. Ajo që dua ta ceki këtu, që mu ka prek shpirtnisht dhe emocionalisht shumë, është se nana vet i lutej Allahut, i lutej, jo Zot, shara ma birin. Ktheja të pamurit, të birit te Muhammedit, o Zoti jam. Një natë e sheh Ibrahimin alayhi salam anër. Dhe Ibrahimi të kesh i thot, oj motër, oj bi, Allahu ta ka shëruar djalin tën, birin tën, i ja ka kthyer sy të pamurit birit tën për hir të lutjeve tua që a ke drejtuar Allahut. La ilaha illallah. O zgju nana, o zgju gruaja, shkon te biri i saj dhe ju ka kthyt pamurit. Ju kthyt pamurit. La ilaha illallah. Doaja bën çuditëra. Doaja sinqert bën çuditëra. Bën çuditëra. Edhe ligjet e dynjas i thën doaja sinqert. Mos marrëm kohë. Jemi duke folur për Imam Bukhariun. Imam Bukhariu, Allahu e pasmëshiruar, si i vogël i shtohet, frymëzohet, i jepet vullneti. Për Zotit jep Allahu vullnet, dëshirë me marr ilm, me marr dije. Kishte pajisur Allahu me memorje të fortë, të mbajturit mend shumë dhe shpejt. Ishte gjeni i njohur për mendje prehtësinë dhe shpejtësinë e nxënjes për mendsh të gjërave qysh si i vogël. Për ata ka thonë për vetën e vet, më është lehtësuar mbajtja për mendsh e haditheve. Kur isha i vogël dhe ende mësene për mejtepet e hëxhallartë, me mejtepet të lagjeve.
e është pyetur e sa vjet ke pas në atë kohë, ka thonë diku rreth 10 viteve. Në këtë moshë të vogël, Imam Buhariu e mësoi Kur'anin krejt përmendesh. Mësoi edhe mira hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në moshën 16 vjeçare, me vllain e tij Ahmedin dhe me nënën e tij shkuan në Mekë për ta bërë haxhin. Pasi krytën haxhin, i tha nanës vet edhe Ahmedit ju kthenu në vendin e juve atje në Bukhara, ndërsa unë dua të qëndroj në Mekë të marr dije prej dietarëve të ndryshëm të mëdhej këtu në Mekë. Dhe u nda prej nanës dhe prej vllaut për hir të ilmit, të dijes, të shkencës, të hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Qëndroi 6 vite duke marrë ilm, dije prej ulemave të Mekës, prej ulemave të Medinës, e pastaj shkoi në qendrat e tjera të mëdha të asaj kohe, si në Bagdad, në Basra, në Kufe, në Damask, në Khorasan dhe në vendet e tjera. Imam Buhariu kudo që shkonte, kërkonte ulemat të mëdhej, takohej me ta, shikante që kanë të reja të pe haditheve që se di kë përmensh edhe i mësonte përmendesh. Kishte takuar ulemat të mëdhej, më të mëdhejt e ati zaman e asaj kohë. A i thot për vetën e vetë, ka marrë hadithe prej 1080 alimi, që të gjithë janë ulema të dëshmuar të hadithit, se cili më i madhë se sa tjetërin në shkencën e hadithit. Ndër ata ulema të mëdhej, të cilët me pasin njohi bota dhe vazhdon të njeh edhe sot, është Ali ibn al-Medini, pastaj Yahya ibn Ma'in, muhadditha ulema të fortë të hadithit, është Ahmed ibn Hanbali, të cilën e cekmë dhe më herët, është Ebu Bekr ibn Ebu Shejbe, është As-San'ani dhe ulema të tjerë të asaj kohe të shumt, prej të cilëve morë Imam Buhariu, e që librat e hadithit, respektivisht që flasin për zinxhiret, për transmetuesit e haditheve kanë cekur që të gjithë me amen, me mbiamen, me prejardhje, me gradën shkencore dhe të tjerë. Pa janë të njohur, por nuk është ajo teme jonja për të folur këto. Ndërsa për nxënësit e Imam Buhariu të fali dhe mos u lodh, vetëm në Bagdad, kur ka qenë kë kanë marrë dije prej tina rreth 20.000 talebe. Vetëm në Bagdad, e lërëm në vendet e tjera. Talebe me 10 mira. Enciklopedie gjallë. Prej talebeve më të njohur, të cilëve ja pa hajrin, pastaj bota islame në vazhdim, është Imam Muslimi, është Tirmidhiu, Allahu i past mëshiruar, pastaj Ebu Zura, Ibn Khuzejme dhe të tjerë, e që të gjithë këta kanë koleksione të veta të haditheve. Të flasësh për devotshmërinë e Imam Buhariu, do të thotë të flasë për një njeri i cili ka thonë, shpresoj te i madhi Allah, që kur dal para tina, mos të mpyt Zoti kur se e kam përgojuar dikend gjatë jetës time. La ilaha illallah. La ilaha illallah. S'ka vend përgojimi të burra të mëdhej, s'ka vend përgojimi të gra të mëdha. Të njerëz të mëdhej nuk ka vend përgojimi, mos së merr me punë të tjerëve. Shpresoj që Allahu mos të më llogarit se e kam marrë përgojë dikand se e kam përgojuar. Të gjithja kishin lakmi ahlakut etikës së tina. Ishte shumë i lidhur me Allahun. Hakimi për te ka thonë, Muhammed ibn Ismaili pra Buhariu e përfundonte leximin e Kur'anit për çdo ditë, ndërsa natën namaz taravive, pas taravive,
çdo tretënat e bën të hatme. Imam Bukhariu thamë dhe më herët se ishte i njohur për mbajtjen përmendesh të gjërave. Ibn Kathiri thot për te, Imam Bukhariu vetëm një herë shikante tekstin, citatin, vetëm një herë shikante. Dhe më një herë e zinte përmendesh të tërën. Dhe thot se për aftësinë e tij për të mbajtur mend ka informata sa të duash. Ai ka thënë për vetveten e vet, i di 100.000 hadithe përmendesh të sakta të vërteta, ndërsa 200.000 hadithe jo të sakta, jo të vërteta apo të dobta. Imam Bukhariu u sprovua shumë me pushtet. Kalene për sprova jo të vogla, Allahu e pas provu, e pas mëshiruar. U sprovu edhe nga kolegët e tina, u sprovu nga hoxhallarët, bashkëhes, të cilët e xhelozuan Imam Bukhariun, sikurse që është tradit në çdo kohë dhe çdo vend. Hoxhallarët ta xhelozojnë njëri tjetrin, po edhe llojet e tjera të njerëzve. U sprovu me pushtet, u sprovu me kolegë me hoxhallar dhe u dobua madje edhe nga vendi lindja e tina. Kur shkoi në Neisabur në vitin 250, e mirëpritën një madhe i vogël. Filluan njerëzit të ofrohen, të marrin prej dijes së tina, sepse emri i tina përhap gjithandej nëpër botën islame. Aty ishte edhe një prej ulemave të atij vendi quajtur Muhammed bin Yahya al-Dhahili, i cili fillimisht e mirëpriti, por u atërhoqi vërejtjen talebeve të tij se keni kujdes prej tina. Më pas e xhelozoi. Më pas kërkoi prej talebeve të tij që asnjë talebe nuk bën me shku në dersin, në mësimin e Imam Bukhariut. I vetmi ai i cili nuk ju nda në këtë vend, në këtë kohë ishte Imam Muslimi. Tha nuk i ndana, krejt i tjerë e ja morën. Dhe u mërzit shumë, dhe jo vetëm kaq, por ky kërkoi prej tina që edhe talshoi këtë vend në Neisaburin dhe u largu për Neisaburit i mërzitur. Shkoi në Bukhara, në vendlindjen e tina. Kur shkoi në Bukhara atje, edhe aty hoxhallarët filluan ta xhelozojnë. Një pjesë e mirëpritën, por një pjesë e xhelozuan. Ndodhi një sprovë me valin e Bukharas. Valia i Bukharas ja qenë një njeri dhe i tha, që të thot Bukhariut, merre Sahih Bukhariun, tashmë veç ka shënu librin, dhe merre librin të në tarikh, në libër tjetër shumë rëndësishëm, dhe eja të onën me xhlisin tem, e të ndëgjej qa ke bote, qa ke mlidh, çfarë dhana që po flasë ka të shumë njerëzit. Ky ja ktheu në përgjigje në përmjet këtij të dërguari. Dhe i tha, thuj atij valis, tonë dhe temit. Nëse ai ka nevojë për ilmin tem, le të jenë të on. Unë nuk e nënçmoj ilmin. Nuk e nënçmoj. Ilmin, dijen nuk e nënçmoj. Dhe vynë dija e ja këto, e janë me xhlisin tem, e janë xhamin tem, ku ma i ders? Ku e spjegojnë ilmin? Ullu barabar me talebet e tjerë, s'ke dallim për tyne. Po që se nuk dënë, duke të randë kjo, dhe të ki pushtet, atëherë ndalëm, ma ndalja. Në mënyrë që unë mës të kem arsye para Allahut të madhruar se unë vet e kam ndalë dersin. Unë nuk e nalë. Nga sa pejgamberi ka ndaluar me nalë me mshef dijen. Nuk e mshefi. Të më ndalan, është pejteje. Të përgjigj ditë kiametit, pëse më ke ndalu, pëse më ke qitë prej xhamis. A unë i kam këtu parimet e mija. Ajo prek shumë valia. Pse kemë më thanë mu kështu. Deshit ta provokoj edhe një herë, dhe ja dërgoj prap një të dërguar, ka mundësi të njëjti tjetë, edhe i tha, thuj Muhammed bin Ismail pa Bukhariut, le të mërë këtu dy libra, Sahih Bukhariun dhe Tarikhin, le të vjetë të onë, jam su thmive të mi, le të mbodhë thmi jam i djetarë,
Kë prap ja ktheu të njëjtën përgjigje. Nuk maj unë derse të veçanta, të mbyllura. Unë mbaj mësim të hapur. Dash mi dërgu fëmin këtu, dërgoj. Mos dash, le të rrit fëmija tu atje ose gjeja një hoq tjetër. Unë nuk e bëj një veprim të tillë. Kishte parime të forta. Allahu e pas më shëruar. O prek valia, kur e pan, jo dhe dëpsun raportet me valin, kur e pan Hoxhallar, kolegët e tij, se valia ja ka marrë nati nuk për dënë, këta janë imun, se ta animojnë për skeq, këta animojnë, gjithmonë ta animojnë për skeqi, janë animuan, e shpionuan, e gjelezuan, edhe valia kërkej për tina, me o largu për Bukharës, edhe bëj prej vendlindjes së tina. I mërzitur o largu për Bukharës, pasi që dëbuan e gjelezuan, por kanë thonë ulemat më vonë se krejt ata të cilët i Bukhariu o lutë për ta, o lutë kundër ty në shumë. E kanë thonë ulemat të më vonë shumë, kur kanë shënu për biografinë e Imam Bukhariut, krejt ata djetarë, kolegët të tij, që Imam Bukhariu bashkë me valinë e tyne, që o lutë kundër tyne, që të gjithë Allahu i ka nënçmuar, i ka poshtruar në këtë dynja. Ju ka bë doja, ka bë Imam Bukhariut. Shkaj i nderuar, Allahu e pas mëshiruar, shkaj në Samarkand. Në një vend, në fshat të quajtur Hartenke. I kishte disa të afërm aty. Shkaj një atë fshat, i mërzitur, po edhe thyë këgja shumë shpirtnesht, pas pak dite o sëmur. Dhe edhe aty, ja nisen me përfolur njerëzit, i shkajti në vesh, se dhe aty po përflitet, pëse erdhe, që po na vyne, këna bën fitne, këna prish taraqëllaku, këna prish rahatine, etjere, dhe tërgojnë ata familjarët e ti, atë një këqert, një natë prej nedve, pas i fali namazin e natës, tha o Zot. O Allah, me është ngushtuar mua toka, me gjithë sa është e gjërë, mërë ma shpirtin Zotja. La ilaha. Nuk ka kaluar një mujdet dhe Imam Bukhariu në natën e Bajramit, ditën e xhimasën në mbrëmje pas jacis që bie natën e së shtunës, dha shpirt ai i bekuar dhe ditën e Bajramit pas namazit të drekës në vitin 256 në moshën 62 vjeçare vdiq ai i bekuar. Allahu o varras ai bekuar. Allahu e pas më shëruar, pa ditën e Bajramit, o varras, Allahu e pas më shëruar. Me lejoni ju të nderuar, që të flas pak, madje të lexoj, pak minuta, se çfarë kanë thënë ulemat. Unë, sado që mundohem të shprehem për këtë dietar, këtë ylli, jam i paaft. Por ja çfarë kanë thënë dietarët e tij. Ata që kanë qenë bashkës dhe të tjerët më vonë që kanë ardhur. Yahya bin Jafer el-Bikendi ka thënë, sikur të kisha pasur mundësi, t'ja shtoj jetën Imam Bukhariut për jetës tem, do ta bëja. Sepse vdekja ime është një vdekje njeriu të thjesht, ndërsa vdekja Bukhariut është vdekje e ilmit e dijes. Naim ibn Muhammed ka thënë, Muhammed ibn Ismail pa Bukhariu ka qenë fakiho dietari i ummetit. Ali ibn el-Medini, që përmenu më herët, ka thonë, vërtet Muhammed bin Ismaili, Bukhariu, nuk ka parë ai si vetën e tina. Ndërsa Ahmed ibn Hanbeli, mësuesi tjetër i tij famshëm, ka thonë, Khorasani, ka qenë krahinë e madhe. Khorasani, nuk ka nxirr njeri sikurse Muhammed bin Ismaili. Ndërsa nxënësi i tij, më i miri, më i famshmi, Imam Muslimi ka thonë për Bukhari, i ka thonë Bukhariut, o imam, nuk të urren ty vetëm se xhelozi, hasedjiu, dëshmoj se në botë nuk ka njeri sikur se ti. Muslimi po ashtu ka shkuar te Bukhariu të mësuesi vet dhe i ka thonë, mi lejo ti puthi këmbët, o mësuesi mësuesve, zëtriu i dietarëve të hadithit, mjeku i hadithit, e ilal i smundjeve të hadithit. Ndërsa nxënësi i tij tjetër Tirmidhiu
e që është shumë i njohur gjithashtu ka thonë, nuk kam parë në Irak, as në Khorasan, në njohjen e dobësive të hadithit, pastaj në njohjen e zinxhireve, isnadit të haditheve, më të dishëm se sa Bukhariun Muhammed bin Ismail. Musa ibn Harun ka thonë, sikur se të gjithë muslimanët të ngriheshin në këmbë, për ta bërë një Muhammed bin Ismail Bukhari sikur se ai nuk do t'ja arrinin. Ndërsa Ibn Hutejme ka thënë, nuk kam parë në qiellin e dynjas njëri më të ditur rreth hadithit e pejgamberit dhe që mban përmendesh më shumë se sa Muhammed bin Ismaili. Sa përket librave të tij dhe dy fjalë në fund, libri më i njohur i tij është El Jami Sahih, Sahih Buhariut, që ne kemi temë fol për të, është Adab al-Mufrad, është التاريخ الكبير، التاريخ الصغير، التاريخ الأوسط، خلق العباد dhe libra të tjerë për të cilët kanë folur ulemajve dhe janë të botuar. Imam Bukhariu, edhe në fund fjalinë e fundit krejt, nuk ka pasur madhhab të fikut. Ka qenë mujtahid. El-Kishmiri thot nuk ka dyshim se Imam Bukhariu është mujtahid, nuk ka madhhab. Nuk ka madhhab. Thot Muslimit dhe Ibn Majahs nuk i dihet madhhabi. Thot Imam Tirmidhiu është Shafi, krejt, veç një mesele kanë kundërshtuar Imam Shafiun, shtyrja e namazit të drekës në kohë vape. Ndërsa Abu Davudi dhe Nesaiu janë Hambeli, këtë thot e potencën edhe Ibn Taymije, Allahu e pas mëshiruar. Të ndëruar, na falni që zgjatëm, por u kënaqëm, u prekëm, u emocionuam dhe përmalluam për këtë imam të madh dhe për dietar të mëdhej dhe për dijen e tyre, për veprat e tyre. Allah i pasmëshiruar të gjitha ata ulema, në veçanti protagonistin ton, Imam Bukhariun, na mëshiroft edhe neve sa të jem gjallë dhe na mëshiroft kur dalim prej dunjas. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.